Ka një konkurs që është konkurs për pranimin në punë, domethënë në ÇKUK, domethënë sekretari për pranim, domethënë për punësim të është tjetë asistent, domethënë në fakultetin e mjekësisë, dhe që për neve po mendojmë që është një diskriminim, është absolutisht e padrejtë për arsye se ata marrin një rrogë dhe kanë domethënë paga kujdestarore, realisht janë të punësuar, ndërsa është dhënë konkursi edhe për një rrogë dytë, dhe që në ndërkohë ne jemi domethënë afër mbi 80 vjet që thjesht jemi pa punë, jemi pa asnjë rrogë. Kjo është qëllimi i protestës sonë, tash momentalisht po presim u taku me ministrin. Anë të frenon. Mbyll, që frenon? Protest. Të frenon ka dera tjetër. Në zonë të dera. Mbyll të dera, shtu ishtë. Dera tjetër e kja nej. Dera tjetër e kja nej. Mos të bojnë, mos bërë këtë nivel, mos. Mos bërë në këtë nivel të atyne ti, mos bërë nivel të atyne, mos bërë nivel të atyne ti. Desa në cakton takimin Ti mos bërë nivel të atyne. Lironi derën tash derisa ta kryjmë takimin. Ne të lirohet dera tash pasi po shkojmë takimin. Indinjata jonë ka qenë pse është shpall konkursi për asistent e jo për ne, tu e pas parasysh se asistentët ka një pagë, ndërsa ne nuk kemi asnjë pagë. E me këtë punësim, do thot në këtë konkurs ata do të marrin 2 paga. Mirë po, pasi ministri na shpjegoi arsyen pse është shpall për asistent, nga që asistentët ka nevojë të mësojnë studentët, thjesht që studentët mos ngelin pa dije, atëherë konkursi është shpall për ata. Kështu që ne do presim derisa ata rishikojnë buxhetin.